Odeta, familja ime nuk e donte ndarjen, sepse pse të ndahet, thoshte. Pastaj kishte një vajzë shumë të mirë, Odeta, vajza e tyre nuk kishte bërë asnjë gjë të keqe. Si torturove gjithmonë, s'kishte bërë gjë të keqe. Më falë, Odeta, s'kishte bërë gjë të keqe. Pse të quhesh aunse? Në realitetin e Shqipërisë, po ndajo është kurrë, pse unë nuk isha kurrë? Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në një nga vendet e Europës. Do të lidhem me një nën, është e re në moshë sigurisht, bashkëfushatarja ime është, e cila është një vajzë nga veriu i Shqipërisë. E detyruar të largohet nga Shqipëria për një jetë më të mirë, por jetesa me bashkëshortin u kthye në një ferr. Sot kjo nën, të cilët të dy fëmijët e saj i ka si drita dhe të rritur në moshë madhore, ka vendosur që me rrëfimin e saj të ndjerë të dhimbshëm të përcjelli mesazhe të forta këtu në live me Odetën për gjithë ato nëna që mund të ndodhen në të njëjtën situatë. Kështu që hap dritaren dhe ftoj më njëherë zonjën Miranda. Përshëndetje Miranda. Përshëndetje, si je? Fëmijët vet? Mirë, ti si ke qenë? Po, mirë, po me hallë shumë. Më ke dërguar mesazh në Facebook, kemi folur, por më the që kam shumë halle dhe ke një problem. Do flasim të dyja ditën e sotme për ta dëgjuar konkretisht problemi që ju keni. Shiko, unë jam martuar në 1998. Po? Si të gjithë shqiptarët, pak a shumë, jo 100%, po 80, po të zëm. 80% e shqiptarëve janë dhunus, janë pjanec, i kanë të gjitha. Nuk janë për familje, nuk e kemi edukatën e jashtme. Mbase sistemi, mbase gjërat nuk e di, sidomos nga veriu. Akoma më keq. Pra, ju po më tregoni që jeni martuar me një person nga veriu në 98 në Shqipëri. Po. Po edhe unë nga veriu jam me origjinë, por lindur dhe rritur në Pados të Fierit. E kuptova. Origjina ime, më saktë është nga shqiptarët e Maqedonisë që në kohët e Enverit atëherë kur u mbyllën kufit, ngelëm në Shqipëri. Kështu që ne flasim një gjuhë tjetër dhe gjuhën shqipe kemi mësuar në shkollë dhe në Kopësht, në Çerdhe në shkollë dhe në Kopësht. E kuptova, e qartë. Më saktë, po ana e veriut, jemi nga veriu edhe neve. Më lejon të pyes? Po, të pyesësh? Ti u njohe dhe u martove sa vjeç ke qenë? Besoj ke qenë e vogël kur është kryer kjo martesë. Odeta, më duket se jemi moshatare, po djali im është 25 vjeç sot. Kështu që je martuar e vogël. Shiko, mbase dhe anë keqe, mbase anë mirë, po tani që kanë kaluar vitet dhe je rritur pak, unë them gjithmonë, po mbase dhe kushtet, mbase fëmijëve gjithmonë t'i japësh një libër se sa një burr, se duke ditur që e marton nuk i mbaron hallet, po i shton. Kurse kur i jep një libër, sado që mos të mësoj, diçka do marri. Nëse nuk merr nga libri, do marri nga përditshmëria, nga që do rritet pak. Do marri, diçka do marri. Me sa po kuptoj, e dashur, prindit të kanë martuar pa dëshirë. Ka qenë me mbledhësëri e gjitha. Shiko, po thuaj se me mbledhësëri. Po megjithatë nuk është puna ajo, se në përgjithësi në Shqipëri shumë martohen dhe akoma që jemi sot në 2025 me mbledhësëri martohen. Nuk është puna ajo, puna është të jetë njeri. Në rast të parë njeriu të jetë njeri, të kuptoj, të di të jetoj. Ekonomia nuk ka asnjë. Ekonomia është një anë e mirë se jeton jetën, e bën më të lehtë dhe më të bukur, por jo dashuria. Dashurinë as nuk e blen, as nuk e fiton dot, po se patë. As me lek, as me asnjë gjë. Çfarë ka ndodhur me martesën tënde? Çfarë ka ndodhur? Ai Odeta të flas hapur se unë jam edhe njëri shumë popullor. Më fal për shprehjet, se unë do të flas shumë hapur. Ka qenë kafsh me fytyrë njeriu. Dhuna ka qenë e përditshme.
si psikologjike, si fizike, si nga të tëra anët që do ti. Unë do të them vetëm 2-3 gjëra. Kam ngelur shtatzane dhe asnjëherë nuk më ka bërë vizita, iku fëmia i parë. Ngela shtatzane përsëri, kur deshi Zoti, erdhi fëmia në jetë, me zorë këto vizitat e këto gjërat, po kur vajta për të lindur, më të çoj vjera, se ai nuk ishte në shtëpi, edhe kur erdhi për të më marrë, më tha, çfarë kërkon ti këtu? Më tregoti mua çfarë kërkon një femër në martenitet. Të mërshme, po... Një femër në martenitet, edhe e dyta, më mori, më nxori nga spitali, më çoi tek një kushërira e tij, nejse, ashtu ishte zakoni se fjala që të bënte dhe ajo një çunë, dhe mos ishte ajo kushërira e tij, ajo më ka ndihmuar shumë në spital me mamien ishte. Ajo, po mos ishte ajo, unë as nuk do kisha ngrënë, as nuk do kisha pirë 2 ditë në spital. Është për mua shumë zonjë nderuar, shumë e respektuar. Si me fëmijën e parë, si me fëmijën e dytë. Dhe pastaj morëm një fugon se nga Peshkopia që të vesh atje ku ishte fshati aty, duhet të vejmë me fugon, nuk kishim makinë personale. Dhe Odeta, kur e kujtoj dhe sa herë që e kujtoj, po kur je e vogël, thua, se janë njerëz edhe do ta kuptoj, janë njerëz, do reagojnë, do bëjnë. Jo, Odeta, prandaj të thash kafsh me fytyrë njeriu. U futëm në fugon, ishte me motrën ati, morën edhe një shoqen e asaj, nuk e di, ata e din më mirë, edhe më zbritën ata, më lanë me shoferin e fugonit mua, më lanë që të veja në shtëpi me një fëmijë të vogël, sa po kisha lindur, më lanë që të bëja një rrugë në këmbë 1 kilometër, se makina nuk të çonte fugonit deri në shtëpi. Fugoni të çonte deri tek atje ku kishte stacionin e tij, pastaj do ikte në rrugën e vet. Mirë, e dashur Miranda, se sinqerisht nuk pas ka pasur probleme vetëm ai, po gjithë familja e tij. Domethënë kjo Po gjithë familja, unë nuk përjashtoj asnjëri. Unë prandaj po të them kafsh me fytyrë njeriu. Unë kur them ai ishin të gjithë familja, si nëna, si motra, si vllai tjetër, ata Odeta janë familje që janë të tërë të ndarë. Po nuk ka rëndësia kjo. Nga një krah mund ta thuash se edhe fati, edhe nuk është kjo, po kur ndahet njëri, kur ndahet tjetër, do me thënë që diçka nuk shkon këtu në këtë familje. Megjithatë, Odeta më lanë në mes të rrugës dhe të veja unë me një fëmijë të vogël që unë më fal se je nën vetje, unë nuk I kisha bërë me operim, po unë u prera për së gjalli. Kisha prerje dhe qepje kanonika, më mirë të kisha bërë operim. Do të them që fik hëngra, po do të them që më lanë vetëm me një fëmijë të vogël, çfarë mendje kishte ai, çfarë mendje kishte ajo, të dy, si motër dhe si vëlla. Por në momentin që ata zbritën nga furgoni më para fshatit, ku të shkonin ata? Nuk I theti po unë ku të shkoj? Tani mos të çaj, mos çaj jo ty, po. Nuk më intereson ku të shkonin ata. Nuk më intereson ajo, nuk më nduan kjo nën. Po dhe sikur mos ta duash, shikon në rrugë një njeri dhe e ndihmon, jo nusën tënde, jo fëmijën tënd, jo nuk e di Odeta, nuk e di Odeta. Ti nuk Po jo, unë kam qenë kalama, jo. Unë asnjëherë nuk kam folur, asnjëherë. Dhe prandaj sot jam bërë shumë jo e keqe, po nuk besoj dhe tek rroba që vesh nuk besoj, se unë besoja shumë, po jeta të bën që mos të besosh. Më vjen keq, sinqerisht. Dhe ndryshon, po nuk ka për keq, kjo është Shqipëria që nuk ndryshon. Kjo është Shqipëria. Megjithatë, vajta në shtëpi unë, ja, kështu vazhduan ditët, asnjëri për shembull të më pyesi si je, apo ç'është je, apo burr, fare Odeta. Të them të vërtetën, nuk e di a do ndryshoj diçka, po mirë është që dalin këto televizorat, njerëzit të kenë mundësi të shprehen, se nganjëherë thonë dhe komentet pse I thonë, pse I bëjnë. Po mbase njerëzit e tjerë dhe brezi që vjen të bëhet më I ndërgjegjshëm. Për këtë, mos të vuajnë më njerëz të tjerë. Dhe kjo është shpresa e vetme. Dhe vetëm për këtë shpresë. Më vjen shumë mirë që e preke këtë moment, sepse realisht ka shumë komente që pse I bëjnë publike këto histori, gjëra familjare, por nga këto histori unë jam me mendimin që edhe rrëfimet vetë në vetvete shërojnë plag. Një njeri që rrëfehet sikur të çlirohet nga I rrëfim dhe mesazhi I atij të bën që shumë të tjerë të mësojnë. Odeta, këto gjëra dihen.
Këto gjëra dihen vetëm se janë të fshehta. Këto gjëra dihen nga të gjitha, po i di kushërira, i di mamaja, i di babai, i din vëllezërit, i din të gjithë, i di gjithë fisi, gjithë fshati, gjithë qyteti. Pse mos të bëjmë publike? Mbase normalizohen gjërat, po nuk e besoj. Nuk jam me atë mendim, po mbase. E dashur Miranda, përpara se të tregosh lindjen e fëmijës së dytë, që në momentin që u përballe me këtë mosrespektim, që nuk ndiheshe një bashkëshorte, Fare. pse nuk vendose të largoheshe, të kërkoje ndihmë te familja jote që nuk ishe e lumtur? Odeta, nuk. Shiko, është shumë e vështirë. Unë kam kërkuar ndarjen kur u rritën pak fëmijët, të vegjël ishin, po babai im, shiko. Ai mentaliteti i Shqipërisë nuk ndryshon, sidomos njerëzit më të mëdhenj në moshë, janë rritur me atë mentalitet të shturp të ndahet femra, sidomos me 2 fëmijë. Po kjo është e gjitha, jepi librin përpara, mos i jep burrit. Ajo edhe vet po ta gjej, nesër mas nesër, po qëse është fati i keq do jetë. Po të paktën do kesh punën tënde dhe nuk do kesh nevojë në asnjërit. Është shumë e vështirë Odeta të kthehesh tek prindrit me nuse në shtëpi, se tradita kështu është në Shqipëri, është nusja e vllajt. Janë gjërat vështirësohen, do s'do edhe prindri vihet në një vështirësi shumë të madhe. Nuk është aq e lehtë. Nuk është aq e lehtë Odeta. Ajo që më bën hapi, zhithet tek vjerat. Ish vjera juaj. Vjerat nuk janë të gjitha njësoj Odeta. Patjetër, nuk janë njësoj, por kur ti e shikon që në rast të parë duhet të jesh njeri. Po pra, duhet të jesh fjala vjerë për mua nuk duhet të ekzistojë. Duhet të jesh njeri. Unë atë vjerën time, shiko, goja nuk të thot asnjëherë mama, se nuk e ke mama, nuk është mamaja jote. Por respektin që i bën asaj duhet të ta kthej. Ajo respektin që i bëja unë do ta ma kthente me shjelma, në kuptim me shjelma, këto janë shjelmat. E njëra mbas tjetër, sa kupton? Këto janë shjelmat. E vërtet, ajo nuk reagonte asnjëherë ndaj të birit të saj kur shikonte sjelljen e tij. Jo, ajo biles kënaqej, Odeta, ato kënaqeshin, të gjithë kënaqeshin. E tmerrshme. Kënaqeshin Odeta. Nuk kam as si fotografi as si gjë, po të kishim telefona dhe gjëra kështu. Zot sa mirë do ishte. Edhe për shembull nuk më kishte shkuar një herë mendja që ta denoncoja po sa mirë. Dhe në policinë në Greqi Odeta që e kam denoncuar se dhuna nuk ishte vetëm ajo, dhuna unë shqyqyr që erdha në Greqi që shpëtova Odeta. Ti solle një jetë vajzën e dytë në Shqipëri. Po. Në Shqipëri. Po, të dy në Shqipëri. Edhe Odeta, unë kur vajta për të lindur vajzën, djalin duhet ta lija në shtëpi. Kurse vjera e di çfarë i tha. I tha, merreni me vete, tha bëni çfarë të doni. Po ku do ta lësh fëmijën? Dhe fëmia Odeta ndeti në rrugë, vajta unë në spital në Peshkopi. Dhe erdha, fëmijën e gjeta në rrugë, Odeta, fëmija 5 vjeç, e gjeta në rrugë. Çfarë nëne, çfarë babai është ai? Tmerrshme, të shkosh për të lindur. Shumë, po. Të vesh për të lindur fëmijën e dytë. Qysh mund t'i duash ata njerëz? U bëre nënë e 2 fëmijëve dhe nuk ndryshoi asgjë mes teje dhe atit. Po, jo nuk ndryshoi, po. Ajo ishte fillimi. Odeta, tani qeshum, po unë lotët e mia nuk kanë pushuar asnjëherë, Odeta, asnjëherë lotët e mia. Nëse do të tregoj një diçka tjetër, kur isha që ishte djali 2 vjeç, vendosi kunati im me baban tim, vendosin që ne të vemi në Itali, po pa marr djalin me vete, se djali ishte i vogël. Vjera ime nuk e mbajti, tha çojeni ku doni. E nëse babai im tha ta mbaj se kur shkon me gomone në Itali, të paktën mendimi i prindit, unë sot e kuptoj, po atëherë nuk e kuptoj, sot e kuptoj që për shembull po vdiqën ata se atje Odeta futesh në det, nuk veten futesh në det. Po vdiqën këta, të paktën fëmia nuk ka faj të roj me këtë mendim. Odeta 2 vjet që ndojtëm në Itali, ai 1 lek, jo 1 lek, po 1 cent nuk e çon në Shqipëri. Thoshte çfarë do bëj babai jot, lërtarisi. Po ç'fun ka babai im? Duhet të çosh lek për fëmijën. Fare Odeta. Fare. Dhe lekët e gomones që i pagoi babai im akoma dhe sot nuk i ka kthyer. Ai Odeta asnjëherë, dhe të them diçka tjetër, këto gjëra duhet i nënvizojmë. Ai ka thënë çfarë nënë je ti që ke mësuar fëmijët të hanë. Kuptoj Odeta çfarë njeriu ka qenë ai. Po më çudit. Jo, nuk po të çudis fare, këto janë të vërteta, prandaj dua. Unë i kam kaluar, por njerëzit ti kuptojnë, le ti dëgjojnë se Shqipëria
nuk e di çfarë të them Odeta, nuk ka drejtësi, nuk ka. Nëse erdhëm në Greqi. Mos të kalojmë jetën tjetër që ishte skëter. Dhe që kur pas sa viteve martes u nisët në Greqi? Kishte sjellë 2 fëmijë kur u larguat në Greqi? Po, në 2009. Në 2009. Duke diskutuar me motrën time dhe kështu, me motrën se jeni, ne Odeta as copën e bukës të thatë nuk e kisha. Po duke ditur që punonte me baban tim, merrte të njëjtën rrogë me babain tim, ai ku e çonte rrogën. Ata duhet të dëgjojnë tani dhe duhet të më tregoj ku e çonte rrogën. E çonte tek motra e tij, e çonte tek pia, e çonte tek vllai. Ata Odeta asnjë lek për fëmijët e mi. Prandaj dua që këto gjëra duhet të dëgjohen. 25 vjeç është djali im. Odeta, një herë asnjëri, vetëm prindrit e mi, vetëm njerëzit e mi. Odeta. Një baba i papërgjithshëm. Po unë ta thash, më fal për shprehjen, nuk është e logjikshme, kafsh me fytyrë njeriu, jo vetëm ai, po dhe familja e tij. Odeta vajtëm në Greqi me lek, me borxh të motrës time. Sigur mori borxh kur ikëm në Itali, pagoi babai im që nuk i ka kthyer, unë ato lek i dua mbrapsh sot. Nga 1.000 euro për njeri në 2001-shin, sot i dua jo vetëm lekët 1.000 euro, t'i gjej ku të duan të gjithë si familje, të shiten njëri mbas tjetrit, më fal për shprehjen se ka arritur atje ku s'mban më dhe duhet mi kthejnë dhe me kamat. Këto lekë. Edhe lekët e motrës time, që vajtëm në Greqi, edhe di çfarë thoshte Odeta, sa ishte mësuar, kur ishim atje tek shtëpia e tij më linte, atje vetëm a haja a pija, unë isha e mbyllur tek njështë e atit. Tek shtëpia e tij. Ai hikte dhe unë një motër kisha në Greqi, as nuk njihja gjuhën, as rrugët. Pastaj, a kishim vajtur për të punuar, për të rritur ato fëmijë? Në qoftë se nuk do dilja unë që të veja me motrën time tek punët, që të mësoja dhe gjuhën dhe punën dhe jetën, çysh do lanim neve borxhe, çysh do ushqenim neve fëmijët, çysh do bënim neve letrat, ne ishim emigrant pa letra. Por pse ai të mbante mbyllur, thoshte mos dil puno? Po ai nuk më mbante mbyllur, po thoshte pse vetë motra jote ti, se më fal për shprehjen Odeta, ti do që të lash borxhin që erdhe me burrin e motrës. Wow. Odeta, këto që po t'i them janë të vërteta dhe dua që ti dëgjoj i gjithë Shqipëria. Jo, turp më vjen, se nuk janë gjëra të mira. Po ti dëgjojnë që të ndërgjegjësojnë ato kafsh, po ato kafshja nuk më fal. E pastaj nga pia se edhe unë fillova që ta kthej fjalën, se deri atëherë nuk kthej asnjë fjalë, Odeta isha flet me muri nuk të kthen. Me një fjalë ashtu isha mësuar e urt. Fillova të kthej, dhe kur fillova të kthej, dhuna ishte akoma më e madhe. Saqë të pyesësh Odeta gjithë Pirea, gjithë Athina, gjithë shqiptarët që ishin atje e dinin që çfarë hiqja unë. Ka ardhur një kushërira e burrit të motrës time, natën ka ardhur zvatur se e thini motra ime i tha, ai kishte marrë fikën kaq, Odeta, u fshehëm tek banjoa. Po, të janë të vërteta, shtëpia alarm me gjak. Wow. Për kokën time. Po faleminderit policia e Greqisë, Odeta, 3 herë që e kam marrë policin nuk më ka kthyer në Shqipëri, se i thosha, jam pa letra, jam me 2 fëmijë të vegjël, të paktën atje s'kam as shtëpia si gjë. Të paktën këtu një korë buke ha, punoja gjithë ditën, gjithë natën, Odeta. Dhe shqyr policia greke nuk më ktheu, po t'isha me letra, ai do futej në burg. Po inshallah futet sot në burg. Që ta dëgjojnë gjithë. Nuk e di a futet a nuk futet, po inshallah futet. Ai për mua në burg është gjithë jetën. Po megjithatë Odeta, ka ardhur ajo. Dua të dalim tek momenti që ka qenë fatal ajo natë. Çfarë ndodhi atë natë që mori fikën dhe tentoi të godiste? Odeta, po ai pinte, Odeta, ai nuk ishte njeri, Odeta. Ai qysh në mëngjes fillonte me alkoolin. Dhe po të fillosh qysh në mëngjes me alkoolin, ai nuk ishte më i alkoolizuar, ai ishte i droguar. Njeri që është i droguar nuk ka rëndësi me drogë, me çfarë merr. Ai është i droguar kur nuk logjikon, kur nuk kupton, je i droguar. Nuk e logjikon, është fëmia, është familja, është gruaja, kush është ai ishte i pirë. Sado që edhe gruaja e shtëpisë, e zonja ajo grekja, i thosha, po merre ti policinë se mbase ty policia të dëgjon. Nuk kam çfarë të bëj unë, thoshte ajo shketa. I vinte aq shumë keq, po çfarë do bënte? Nuk merre njeri. Nuk mundem me Odeta. Megjithatë, u bën si u bën, këto të gjitha ngjarjet i din të gjithë njerëzit.
kush shqiptar është në Pire, në Greqi, i di të gjithë, i madh dhe i vogël. Për ngjarjen tuaj. E din të gjithë sepse ka ardhur policia 3 herë, por nuk është vetëm ajo, Odeta, po unë isha dhe e nxirr, se unë shkoja në punë, po unë isha e nxirr, Odeta. Unë isha e nxirr nga rrafja. Në momentin që erdhi policia, nuk e arrestoi bashortin tuaj? Nuk e arrestoi, Odeta, sepse tha, neve si polica jemi të gatshëm që ta marrim, po këtë vetëm me këtë që thua ti, po juve s'keni letra dhe kështu që s'keni letra, ligji jonë ju çon të gjithë në Shqipëri. Kështu që mua nuk më leverdisi që të veja në Shqipëri, Odeta, ku do veja në Shqipëri? Dhe përfitoi ai nga kjo gjë dhe nuk u fut në burg. Ai nuk u fut në burg. Por jo. Çfarë ndodhi pas asaj nate? Ti vazhdove të jetoje me atë njeri? Odeta, unë mundova 3 herë të ikja nga shtëpia me fëmijë, duke motra ime nuk më strehonte se motra ime kishte aq shumë frikë. Dhe sado që ai që ikja unë nga shtëpia i prap thoshte që ti e ke motrën time, e ke aty brenda, e mban aty brenda, unë do të detancoj polici. Motra ime shkreta ka buajtur shumë nga ajo, Odeta. Po nuk e kishte fajin motra ime, kishte fajin ai. Çfarë kishte motra ime? Ajo shkreta na mori për një jetë më të mirë, po jo se do bënte ai kështu. Qartë. Pastaj hika unë, Odeta, mora një shtëpi me qira, hika, i lash gjithë plaçkat aty, hika. Dhe një javë nuk dola nga shtëpia as unë as fëmijët në shtëpi të 3, se thash po më shikon rrugën se Odeta, vrasja bëhet shumë kollaj, po kush e ndalon? Megjithatë, u rregulluan gjërat e kështu. Le të themi që kishe frikë, ndaj u izolove një javë në shtëpi, se kishe frikë se Po si s'kisha frikë? Odeta, po ai nuk ishte njeri, Odeta. Si nuk kishe frikë? Po si s'ke frikë, Odeta? Sado që ti je fort, Odeta, forcën e një burrit nuk e ka një femër. E qartë, kjo është mëse normale, por nuk e ka një femër, sidomos me 2 fëmijë të vegjël. Unë isha me 2 fëmijë të vegjël. Ai nuk e pranonte ndarjen. Po që më duhet mua, ai s'pranonte dhe veten e tij jo ndarjen. Odeta, ai donte vetëm pijen, ai po të kishte pijen dhe po t'i thosha unë, të ndahemi këdo, mua pijen apo gruan, ai thoshte pijen. Ora, po kur vinte puna për të ndarë, nuk hikte, Odeta, sepse do hikte. I lari shplari, ngrëni, veshur i pirë, forxhës lante, fëmijët si mbante, pse do hikte ai, Odeta? Kush do ta mbante atë? Megjithatë, ika unë nga shtëpia dhe ai se pagonte dot shtëpinë, hiku, Odeta, dhe ka fletur 1 vit e gjysmë të pyesësh në Greqi, të dalin të tërë shqiptarë, ka fjetur 1 vit e gjysmë në breg të detit atje poshtë tek Vocallaqi, ti thon Kalabaka, aty vendit atje flinte, Odeta, dhe atje të risiqën, mua nuk më bëhet vonë. Po megjithatë, pastaj e mori një shok, u fut në një shtëpi, aty ja një sekondë, Odeta, dhe i vuri flakën shtëpisë atje dhe aty e kapi policia që e ktheu në Shqipëri. Po. Odeta, sa herë ka dhënë flakë shtëpisë ai, pa i pinte cigare, ai haronte cigaren këtu na rroba, shtëpi, mbulesa, gjëra që ka djegur. Odeta, nuk ishte jetesë. E qartë, e kuptoj, por nuk ishte. E dashur, shokohesh, Odeta, shokohesh. Sigurisht u shokova dhe fati fermës. Ka shumë, Odeta, ka shumë, po mos të futemi në ka shumë, se nuk del dhe koha, ka shumë. To ishin të përditshme, Odeta, nuk ishin një 6 muaj do pise ishte një fest, do pise nga gëzimi, do pise nga mërzitja ja mërgjimtar. Këto nuk ekzistonin tek ajo, Odeta, ai e kishte në gjak pijen. Fëmijët sigurisht që nga ana psikologjike janë rënduar nëse janë rritur mes dhunës. Shumë. E kanë kërkuar babain pasi u ndan apo as e kanë kërkuar, as i ka kërkuar, Odeta. Qysh në 2012 jemi 2025, ai njeri as i ka kërkuar, as ai as familja e tij. Po mirë se nuk i kërkojnë. Po si ushqen ato fëmijë, Odeta? Si ushqen ato fëmijë? Çfarë race janë ato, Odeta? Më fal, po njeriu që ka logjik thot, unë nuk e dua atë femër. Po unë nuk kam bërë asnjë gjë, vetëm se pinte vllai atyre dhe më torturonte, po unë ato të tërë më kanë torturuar, Odeta. Ato të tërë më kanë torturuar. Ta dish një histori tjetër, Odeta, ishte një ditë edhe motra e tij ishte aty tek neve, tek shtëpia e saj, te mama saj, se unë isha e huaj aty. Ajo ishte tek shtëpia e mama saj, e do vinte gocën e gjumë. E mua më tha Vjera, ik me një tenxhere. Unë vajta mora një tenxhere, po tenxheret kur i ke njëra përmbi tjetrën, se në Shqipëri nuk janë kushtet, sidomos në fshat, edhe bëri zhurën tenxheria. Ajo, Odeta, pse më zgjon gocën mua ti, pse bën zhurën ti, Odeta? Erdhi ai i manshuri,
E di si më ka bërë Odeta dhe ato u kënaqën nën e bi Odeta. Çfarë bëra unë? Sa që ka ardhur djali Xhaxhait, që ishte me shpinë ngjitur, ka ardhur të na ndaj dhe motra e tij dhe nëna e tij që ishin aty prezent na pan, nuk ato u kënaqën Odeta, u kënaqën. Pse të rau? U kënaqën. Po, u kënaqën. Po dhe çfarë bëra unë? Kuptoj. Gjëri që më tha Vjera. Dhe kjo është fatkeqësi sinqerisht për gjithçka që ke kaluar. Odeta, nuk e di se si janë këto, po jeta që nga shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Jeta që nga shumë e vështirë. Dhe nuk e di si të ta them. Nga një krash më mirë fëmijët tanë, çiftet e reja, më mirë të bashkëjetojnë në një shtëpi më vete, me asnjëri, edhe nëse do ndahen, se ndarje ka, diskutohet, të jetë ndarja vetëm nga ata. Vetëm nga ata të dy, nga asnjëri tjetër. Unë nuk po them, dëgjoj, unë nuk jam me këtë tjetër mos të respektosh Vjerën, se Vjera është mamaja e atit. Edhe po ta tha një fjalë, është mamaja e atit. Unë nuk jam me këtë. Nuk jam me këtë mendim, por ama çifti duhet të jetojë më vete. Duhet të vazhdojnë shkollë, po tani nuk janë të gjithë njerëzit që janë me librat, po të paktën punën, të kenë punën, të jenë të zonjat e vetes për punën. Për të përballuar jetesën. Për të përballuar jetesën nesër mas nesër. E dashur, por familja jote si e priti ndarjen, se me gjithë ngjarjet që pas ka ndodhur mes te dhe atit. Odeta, familja ime nuk e donte ndarjen, sepse pse të ndahet, thoshte. Pastaj kishte një vajzë shumë të mirë Odeta, vajza e tyre nuk kishte bërë asnjë gjë të keqe. Si torturohej gjithmonë, s'kishte bërë gjë të keqe. Më fal Odeta, s'kishte bërë gjë të keqe. Pse të quhesh aunse? Në realitetin e Shqipërisë, po ndajo është kurrë, pse unë nuk isha kurrë? Pse ta rije? Po me gjitha të, në shqyqyr që arrita në Greqi, unë ndava, prindit baba ime vdiq. Ti po vuaje me atë njeri dhe ke bërë gjën e duhur që je ndarë dhe du ta kështë bërë më herët. Dhe nuk mund të ndash më herët në Shqipëri, kur s'nuk e një punën tënde, kur nuk e shtëpin tënde. Bësh babë e prindrit, e nënës, e vllajt, e motrës, e nusës vllajt, se ajo nuk ka faj. Pse të fillojnë konfliktet, nëse ata janë mirë, se do fillojnë konfliktet, do ngatorohesh me fëmijët e tu, ngatorohen zorët dhe barkë, i kuptojnë dhe këto gjëra. Nuk ka faj që të vesh te kunata. Pse të vesh te kunata? Mirë, e kuptoj, ndoshta ekonomia e bën një femër, ekonomia të bën të pavarur dhe kurse ke atë gjë të bën që t'jesh i varur dhe të jetosh edhe me një burr që nuk e do më dhe ai të dhunon, e kuptoj situatën. Por vajtja jote në Greqi, le të themi, le të dha një pavarësi ekonomike. Ti nisi të punoje. Ekonomia Odeta unë nuk kam edhe sot. Po ishte pavarësia e lirisë. Ekonomi nuk kam dhe sot. E qartë, okay. Edhe sot nuk kam ekonomi, sepse borxhet janë mbi mua. Asnjë njeri nuk ka paguar asnjë detyrim për fëmijët, Odeta. Detyrim për fëmijët, këto fëmijë nuk i solla vetëm në jetë. Po më mirë, shiko, unë e disa mirë që i përgëzoj këto metodat e reja që kanë dalë më mirë, këto që bëjnë fëmijë me, si quajmë këto, me anë të doktorit janë më mirë, se të paktën do e risësh vetëm 7 mijë rupafshi, po jo kështu. Pa partner, fëmijë kur i sjellin pa partner. Po, unë jam me këtë. Pa partner, je më e mirë. Sepse kur e ke një partner kështu s'ka ç'duhet. Sa ai nuk është partner. Unë jam darë Odeta, shiko, fizikisht jam darë 2010 unë, fizikisht. Unë gjithmonë po thuaj se me atë ndarë kam qenë Odeta, nuk kemi qenë ndonjëherë. Neve vetëm se kemi bërë një regjistrim në gjendje civile. Kot ishte dhe ajo Odeta. Neve gjithë të vite nuk kemi qenë ndonjëherë bashkë. As një kafe bashkë, as njerë s'kemi ngrënë bashkë. Unë të thash, linda djalin ai më tha çfarë kërkon këtu në martenitet. E para, e dyta, më la në fugon me një fëmijë të vogël Odeta. Më la në fugon me një fëmijë të vogël ishte, unë kam lindur në 26 nëntor, në Dipër është ftohtë. Në 28 kam dalë nga spitali, mbas 2 ditësh u shorova, unë u bëra njeri. Të kuptoj qartë, sepse janë bërë vetë nën dhe di shumë mirë çfarë do të thotë një grua pas lindje,
se si është gjendja e saj. Kurse tani unë i shikoj çiftet i mbaj si princesha dhe sot them, po nëse kanë avancuar gjërat, shqyr, le t'i kenë, le t'i bëjnë, gëzohem. Po kur i tregon këto thon në atë kohë, po pse më sa vjeç jam në atë kohë, po sa është ajo kohë? Nuk është ajo kohë, është gjithmonë njeriu, nuk është koha që ndryshon, është njeriu i gabuar. Nuk është koha që ndryshon. Ka pasur dhe çifte edhe në vitet 50, ka pasur çifte, por nuk është koha, është njeriu, nuk është koha. Nuk është koha. Dua të pyes, në momentin që ti u divorcove, flas me letra në gjykate, në 2014 jam divorcuar me letra, në Shqipëri. Ju drejtove ti e para gjykatës për të kërkuar divorcin? Patjetër, po ajo dhe ta s'ka paguar as sot, po të them. As sot. Edhe as një lek s'ka marrun nga ai. Jo për mua s'ka pse të marrun lek nga ai, po për fëmijët, për fëmijët. Dhe paga e atëre Daksi, në rregull tani më fal, Daksi, gabim kjo fjalë. Në rregull nuk se Shqipëria ai që kishte për shembull 50 për njërin, 70 për tjetrin, një shumë që sharake o deta. Nuk rriten fëmijët me 50 dhe me 70. Po megjithatë, gjykata, po. Gjykata. Ndërsa babait i lakte detyrim ushqimor, të pagonte çdo muaj. Po se ka paguar asnjëherë o deta. Po pse ka paguar? Pse le pas dore? Pse nuk drejtove zyrës përmbarimore? Unë jam në Greqi o deta. Pastaj unë isha dhe pa letra në Greqi. Dhe unë që të vija pa letra në Greqi, nga Greqia në Shqipëri, unë kisha 2 fëmijët. Unë duhet të pagoja për qeran, duhet të punoja për letrat, për fëmijët, për të ngrënë, apo të pagoja për të vajtur mbas atit. Njeriu po të jetë njeriu, Odeta e di që ka 2 fëmijë. Më intereson, Odeta, kjo është e gjitha, mua nuk më intereson a ka ai apo s'ka para, asnjëherë s'ka patur, dhe as më duhet se a ka apo s'ka. Nuk janë kopila. Sot lekët ato që janë të munguara dhe të vinë me kamat të vënë në emër të fëmijëve, jo për mua, Odeta. Unë e kam bërë mundin, unë e kam bërë djersën, isha e detyruar, nuk më kishin faj fëmijët, por lekët të vënë për fëmijët, të keni jetë më të mirë fëmijët. Jo, Odeta, këto njerëz duhen ndërshkuar, Odeta. Nuk duhet i lam kështu të lirë si qenë, si zaga rrugësh, që të tallen ato me sa femra të duan ata. Jo, Odeta, ose futen në burg, nuk më intereson fare, të jenë në burg, nuk më intereson fare. Do thuash pse ja që keqe. Po nuk është njeriu, Odeta. Dhe ato lekë të vënë për fëmijën tim, për fëmijët e mi të 2, jo për njërin, për të 2. Sa i takon njërit, sa i takon ditë, dhe me kamato Odeta. Dhe dua dhe lekët që kemi vajtur me gomon në Itali, le ta dëgjoj, se e din të gjithë ata. Le t'i paguajnë dhe vllai dhe motra, le t'i paguajnë kush të dojë nga ata, dhe të shesin e pasurinë e nënës dhe babait. Dhe dua diçka tjetër, Odeta. Ndarja pasurisë nuk më intereson. Është pasuri që ja ka lënë prindit, ja ka lënë vllait me emër, ja ka dhënë motrës me emër, nuk më intereson shumë. Kam ndëjtur në atë familje, kam punuar si skllave, Odeta, dhe duhet të më paguajnë sa vite kam ndëjtur në atë familje, të ndaj pasurinë me mua, në anë monetare. Për fëmijët edhe kjo, jo për mua. Për fëmijët edhe kjo, për mua jo, asnjë lek. Po do vinte tek unë një lekët, se unë ata nuk i besoj dhe unë do t'i vë tek emrat e fëmijëve, tek të 2. Një lloj në mënyrë të barabartë. Tek fëmijët. Dua të shpjegoj. Pas divorcit. Falë Odeta se jam jo e acaruar, po jam shumë e ngarkuar nga gjithë kjo jetë. Të mirë kuptoj. Nga gjithë kjo jetë. Të mirë kuptoj dhe po të dëgjoj me vëmendje. Dhe gjërat e përditshme Odeta nuk është e nevojshme, më duket se me pak fantazi kupton se çfarë jetë kam kaluar. Nuk është e nevojshme t'i themi. Të besoj që ke patur. Nuk është e nevojshme t'i themi. Jeta jote ka qenë një ferr kur ke qenë e martuar me atë individ. Por po të shpjegoj dhe anën ligjore. Pas divorcit, ti mund të hapësh një gjyq të dytë, që është ndarja e pasurisë. Që ta jep gjykata të drejtën dhe ti nuk ke pse të kesh me ata njerëz asnjë lloj komunikimi, asnjë lloj kontakti. Fare nuk dua. Jo, as fëmijët. As fëmijët mos i shikoj sot. Jo, fëmijët kur si paten e kurshin për të parë sot, s'ka nevojë. Fëmijët janë bërë burra dhe gra për veten e tyre, s'ka nevojë. Mirë, ata sot janë moshë madhore dhe vendosin vetë çfarë marrëdhënie do kenë me babain e tyre. Shiko, ai po të jetë, të paktën tani po të logjikoj pak, nuk duhet t'u dali fare përpara se fëmijëve ajo tram që kanë kaluar do t'u dali përpara. Mos kujto se e kanë haruar dhe nuk e harojnë kurrë. Nuk duhet t'u dali kurrë përpara. Kurrë, Odeta. Shiko, një femër ku përflet me kaq që ngret tonin e zërit ka hequr shumë keq.
Lëkura e saj e di se çfarë ka. Shpirti i saj e di se çfarë ka brenda. Vëllezërit dhe motrat e atij duhet ja japin, se ai rrogën ku e çonte, ai punonte me baban tim Odeta. E qartë, ti logjikisht Ai punonte me baban tim, ku e çonte atë rrogë? Ku vente ajo rrogë? Ku? e dashur. Kështu që sot duhet të dalin dhe të përballen me mua ato. Mos më fshihen si mi në rrugëve. Jo. Ha, Odeta, ato lotët e mia që kam derdhur unë, edhe Odeta që the në Shqipëri pse sondave sa herë që i thosha punatit dhe më shkonin lotët kështu, qeshnin Odeta. Qeshnin. Sot mos të më fshihen. Sot mos të më fshihen fare, le të paguajnë, nuk më intereson fare. Motra, vllai, kushdo që të jenë, le të paguajnë, le të japin pasurinë atij, që të paguajnë fëmijët. Fëmijët nuk janë kopila. Kjo fjalë të dëgjohet. Nuk e kam problem fare, sepse është realiteti. Dhe realitetin duhet ta themi sikur është. Jo të fshihemi nga realiteti. I fshift lia, inshallah atje ku janë. Po, i ka parë Zoti dhe inshallah i dënoft Zoti ato lotët e mia, asnjë nuk ka kam për t'i paguar të gjithë këtu, në këtë botë. Dhe unë kam shumë histori të tjera, Odeta, po, vazhdo, më fal. Jo, nuk ka gjë, jo, të më kuptoj, thjesht po të shpjegoj ligjin. Nuk ka ligj që nëse vllai im ka detyrime, ti pagoj unë. Është ligji i gjakut, Odeta, është ligji i zemrës, Odeta, është ligji i ndjenjës, Odeta, nuk ka ligj. Është ligji i ndjenjës, Odeta, ligji i gjakut. Në qoftë se ka gjak. Ajo kunata, mos ta them tani ndryshe, po megjithatë, ajo fliste në Messenger me çunin tim fshehta si me, ajo po ti ishte kunat, aq e mirë Odeta, se këto gjëra mua nuk më pëlqejnë Odeta, janë intriga. Duhet të më merrte mua në telefon. Pavarësisht se unë nuk e dua as ta shikoj as ti flas as gjë, po që të jetë nënë e rregullt, njeri i rregullt. Edhe e mori djalin tim, vajti djali im në Itali dhe i pa gjërat se djali im nuk e besonte. Se thoshte, nuk më ishte shprehur mua, po e ke pas shtira i thon rapakrave tjera. Kur vajti atje Odeta e kupton vetë se çfarë gjeti. E gjeti realitetin ashtu sikur i kisha thënë unë. Doni lek nga djali im Odeta, doni lek nga djali im. E kjo është turp, në një hall ka vite pa takuar nipin dhe të... Hall, po nuk e quaj hall Odeta, nuk e quaj as hall ata unë. Them tani emrin shkreto fare, po nuk e them as hall. Jo, njeri pa vlerë Odeta, nuk i quaj as hall, unë prandaj po them, nuk janë njerëz me gjak e me shpirt. Nuk është ligji, është ndjenja e gjakut dhe e shpirtit e zemrës. Jo me fjala, me pallavra. Po, duhet jenë realitete, po. Ne do flasim dhe pas kujtave bashk për të treguar procedurën, nëse ti e ke vendosur që kërkon ta denoncosh për të gjitha ato vite që s'ka paguar dhe Po, jo të denoncoj vetëm ai, po gjithë familja. Nuk ka problem fare, Odeta. Patjetër që do flasim. Dhe me mua nuk dua të kenë asnjë lloj kërkese të më kërkojnë pse i kam denoncuar në televizor. Fare. Sepse janë të vërteta këto, duhet ishin menduar, atëherë duhet të kishin reaguar atëherë kur ishte ngjarja. Duhet të kishin reaguar atëherë. Do thuash ti, shiko, mund të logjikoj dhe ndryshe. Vlla është nuk të dëgjon dhe fëmia jot. Po pse për të tjera gjëra e dëgjonin dhe për atë nuk e dëgjonin, më kupton? E dashur. Si ka mundësi që ai zbriti nga fugoni ditën që më mori mua nga martiniteti dhe dëgjoj motër dhe për të dhënë lekën nuk e dëgjoka, më kupton? E pra. Këto janë gjëra. Unë sinqerisht u preka nga gjithë kjo që më tregove, shikoj rritimin tënd, një rritim se ke vuajtur dhe e kuptoj shpirti jot është mbushur me vrerë. E qartë. Odeta, unë të vdekur të shikoj të gjithë përpara nuk më bën shpirti op fare, Odeta. Kur ti shikoj këtu, përpara me, ti shikoj të vdekur, zemra of nuk do më bëj fare, sepse ato më torturonin dhe më vdisnin mua dhe qeshnin. Qeshnin me një fëmijë. Qeshnin, unë kam qenë fëmijë, Odeta. Fëmijë kam qenë. Qeshnin, turp të vi. Turp të vi, se me baban tim hante e pinte ai kunati. Hante e pinte me baban tim. E dashur, dua ta mbyllim këtë live me një mesazh që ti drejtohesh ish familjes së burrit. Nuk i dua ish familja ti fare unë, për mua kanë vdekur ata Odeta. Nuk i drejtohem unë ish familjes burrit, i drejtohem ligjit që të më kthejnë dhe të më japin detyrimet e fëmijëve.
Fëmijët e mi nuk janë kopil. Nuk i drejtojnë fare atyre unë, për mua ato kanë vdekur Odeta. As nuk dua t'ja di fare, a janë gjalla apo kanë vdekur. Nuk i drejtojmë atyre unë. Unë i drejtojmë ligjin, nëse më dëgjon, shteti duhet të vjen ligje të rrepta dhe duhet, po nuk vendosi shteti dorë, nuk ndryshojnë në shqiptarë. Prandaj duhet të bësh një denoncim, por do flasim të dyja paskujtave, do të orientoj dhe unë kush janë procedurat që duhet të ndjekësh. Dhe uroj dhe shpresoj që ata njerëz që sot morën një mesazh shumë të qartë nga ana juaj, uroj të ndërgjegjësohen. Për hir të ata e kanë marrë dhe në jetë reale, Odeta, ata i kanë vuajtur, disa vojtje kanë kaluar. Vjera ime, Odeta, që qeshta ashtu ka vdekur si qeni vetëm në shtëpi, Odeta. Si qeni kanë vajtur e kanë gjetur të vdekur. Dhe i diçka tjetër, Odeta, që duhet të ta them dhe këtë do ta nxjerrësh të dëgjohet. Po vjera ime, unë vija pjata në tavolinë, Odeta, dhe vjera ime ikte në përfshat dhe thoshte, nusja nuk më ka vënë pjatën për të ngrënë në përfshat. Mua s'më bëj vonë fare, Odeta, se unë jam e pastër në shpirt. Pjata ishte aty dhe vjera ime kishte ikur, e kishte dëgjuar djali Kunatit dhe erdhi e pa tavolinën. Ai nuk erdhi për të ngrënë, po erdhi për të parë ato që kishte dëgjuar, për t'i vërtetuar. Dhe pjata e vjerrës aty ishte në tavolinë. Po megjithatë i bënte me mua këto se kishin gjetur ata, Odeta. Kur u martua djali tjetër me nusën e dytë, ishte mësuar ajo me mua dhe bënte edhe me atë. Edhe ajo ngrihej natën, hante në tenxhere, Odeta. Për fat të mirë apo të keq, më fal për shprehjen, banjon ata e kanë për jashta. Ngrihet nusja për të vajtur për jashta dhe e shikon vjerrën në tenxhere duke ngrënë, se e bënte edhe atë, sikur bënte me atë, me mua, e kupton? Edhe ai Kunati po ishte i zgjuar, ai se kishte lënë nusën e parë ai me dy fëmijët për atë. Edhe vajti pastaj në pazar, vajti bleu çelsa, e mbylli gjithë dollapin me çelsa, edhe vjera pastaj s'kishte ku të hante natë. Odeta, këto janë larë, Odeta. Po unë i kam vuajtur, këto janë larë dhe jo një herë, po 100 herë, Odeta. Dhe këto nuk janë gjëra të mira, këto janë njerëz me nivel të ulët, pa shkollë, Odeta, pa dije, pa dëshirë, pa dashuri. E qartë. E dashur, unë të uroj shumë fat, qofsh një nënë e lumtur. Uroj që ta kesh... Lumturia, Odeta, është një fjalë shumë e madhe, po shumë... E vështirë për të arritur, por ti nuk je dorëzuar, je e re në moshë. Jo, çfarë dorëzuar, gomari në punë do vej për ditë, Odeta. Po çfarë dorëzuar? Odeta, çfarë bën kur më pyesin si puna e gomarit të duhan, jam 24 orë në punë, Odeta. Unë një herë nuk jam lirë, Odeta, unë një herë nuk jam veshur, Odeta, unë një herë thoj nuk kam bërë, Odeta. Unë edhe kam rënë nga shkalla, Odeta, në Greqi, kam qarë kam edhe ditë tjetër vajta në punë, Odeta. Se kush do më ushqente, Odeta? Të besoj, e vetme, është shumë e vështirë të rrisësh 2 fëmijë. Odeta. Megjithatë, Odeta, janë shumë gjëra. Uroj që të zgjidhet gjithçka nga ana financiare për ato që realisht janë të fëmijëve dhe uroj t'i marrësh. Odeta, vendarin e pasurisë dhe detyrimin që i ka caktuar gjykata, e kupton. Këtë e bëj vetëm për inat, Odeta, vetëm për inat, dua të ngrej zërin tim se unë nuk kam qenë një leck, Odeta, që më kanë torturuar si leck, nuk kam qenë një leck, kam qenë një femër shumë e shkathët, shumë e zgjuar, shumë punëtore, shumë e edukuar dhe pa fjalë mbi të gjitha. Odeta, vjera ime, unë kur kam qenë shtatzane me djalin, ajo gatuante, Odeta. Tepsi, tenxhere, lërtiçoj, është fëmia e saj dhe nuk e kam pas problema si herë. Dhe mua nuk më jepte një lugë të provoja, Odeta, shtatzane isha dhe unë, i çote nga pishkopia në Durrës, Odeta, me fugon, 10 tepsi dhe nusës që kishte në shtëpi, unë isha vetëm një shërbëtore për të larë tenxhere, për të larë kusit, për të larë tepsit. Odeta. Më vjen keq, e kuptoj qartë. Mirë. Po jo, vetëm për këtë dua të ngrej zërin, Odeta, nuk jam leck. Nuk jam me atë, goca është e shtëpis, le të japi çfarë të doj, le të bëj çfarë të doj, është e saja, gjithë shtëpia është e saja, unë nuk, dhe se thoshte, ka ardhur për të marrë shtëpi, po që dua shtëpinë, unë s'dua ta di fare, as sa kanë pension, as sa marri pension, as se ku shkojnë, unë s'dija rrugën e burrit tim, do dija rrugën, unë shiqyr që punonte me baban tim, dhe i dija, po prap isha zero, Odeta, isha zero. Shumë keq. Ne do bëjmë të dyja së bashku në kontakt, të uroj gjithë të mirat dhe të përshëndes, dashur.
Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live me këtë histori të trisht të Mirandës, e cila e ngriti zërin fort sot ditën e sotme këtu në live me Odetën, në një farë mënyrë për të dhënë një mesazh për të gjithë ato nëna që mund të ndodhen në një situatë të dhune. E falenderoj sinqerisht këtë nën. Nëse ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori shqiptare. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.